Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zgjedhjet në Kosovë dhe fitore spektakolare të Albin Kurtit, e paparashikueshme në ato shifra. Po çfarë e solli deri këtu dhe çfarë ndodh tani në vazhdim ku projektorët janë postuar të gjitha opozita, duke pritur dorëheqjen e kreut të LTK-s. Për gjitha këto do të zhvillojmë një bisedë me zotin Murat Makolli, njohës i mirë zhvillime politike dhe të sigurisë. Zoti Makolli, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, mirë si gjej dhe me lejonin të eksparit i uroj gjithë shqiptarëve të besimin të Krishter fesën e Krishtlindjeve dhe shpresoj që këtë fesë ta shndrojmë edhe në Kosovë dhe kudo në kombin shqiptar, vetëm në mirësinë e mirësinë sociale dhe të gjithë qytetarëve shqiptar. Faleminderit edhe gëzuar gjithë dhe një vit sa më i mbarë për vitin që po vjen. Zoti Makolli, si ka mundësi që Kurti arriti deri këtu, që ta dërmonte opozitën në këtë mënyrë? Nuk po ndëgjoj test. Po, unë ju dëgjoj mirë. Në rregull. Atëherë sovrani dje me 28 dhjetor, siç po më foli, qytetari i Republikës votoi atë të cilën mendoj që do duhej të udhëheq vendit dhe një njeri i cili ka punuar për 4 vite e gjysmë, gati 5 vite, ka punuar për qytetarët, në shërbim të qytetarëve të sigurisë së vendit dhe në zhdukjen e krimit të organizuar dhe terrorizmit. Kurti t'ia dha veriu fitoren? Unë mendoj që veriu ka bërë një pjesë të tij fitores, por Albin Kurti nuk e ka bërë për votë asnjë diçka për veriun, mund ta them me plot përgjegjësi. Ai ka bërë që rendi kushtetues dhe siguria shtrihen në çdo cep të territorit të Republikës Kosovës. Dhe nuk ka luftuar për të zhdukur krimin në atë pjesë dhe terrorizmin për fushatën e tij, po ka bërë për vendin dhe për qytetarët e Republikës Kosovës. Në përgjithësi, duke marrë parasysh gjitha nacionalitetet, kombësitë që jetojnë në Republikën e Kosovës, dhe për këtë nuk mund ta thot askush Albin Kurti dërgoi forcat speciale, dërgoi policinë në pjesën veriore, por unë mendoj që ky ka punuar për vendin e vet, sepse është kryeminist i vendit. Po Kurti, çfarë mendoni që mund t'i jap akoma në mandatin e tretë Kosovës? Unë mendoj që Kurti ka boll dhe shumë për t'i dhënë Kosovës në mandatin e tretë, sepse populli e vlerësoi shumë mirë dhe votoi realisht në një kohë shumë të mirë për zotëri Kurtin, për shkak se zotëri Kurti do duhej në këtë mandat të punoj për mirëqenien sociale të qytetarët dhe në mirëqenien shëndetësore, po ashtu dhe në pjesën e sigurisë. Në pjesën e sigurisë ka filluar, është në dinamik jashtëzakonshme duke punuar, si ministri i forcës sigurisë, po ashtu edhe organet e tjera të sigurisë, për të krijuar çdo gjë që i nevojitet Kosovës. Por për mua, për mendimin tim personal, zotëri Kurti do duhet fokusohet shumë në mirëqenien sociale të qytetarëve dhe atë shëndetësore, sepse pjesa shëndetësore në spitalet, gjitha tjerat janë në një katrahur, është investu, po prapë është katrahur, sepse nuk është investu që sa kohë. Është problem në gjitha treva tona. Në përgjithësi, por mendoj që zotëri Kurti në këtë mandat do ta kapë synim sigurinë dhe shëndetësinë. Janë dy gjëra të cilat ndëlidhen me njëra tjetrën. Por për drejtësinë, ideja e SPAK-ut në Shqipëri të zhvendosej edhe atje. Unë mendoj që çdo gjë që është mirë për të drejtën le të vendoset dhe të hetohet çdo gjë që është bërë në territorin e Republikës Kosovës, që nga vitet 99 e deri në vitin tani më që lam
po e lajmë pas 2025-ën, pasi që ka për çka për të huetuar, dhe mendoj që dikush ose një grup i caktuar kanë bërë miliona në korrisë shtetarëve, dhe për këtë arsye mendoj që duhet hetohen dhe realisht të përgocen dhe të kthehen të qytetari ato para. Unë i pash shumë nga opozita, i ndëgjova realisht shumë nga opozita, se zotri Kurti po shpërndan për fëmijë, për nënat tona, për pensioner apo për qytetar tjerë para. Por mendoj që më mirë është qytetari të merr ato para se të merr individi. Kjo është ajo. Problemi është për gjitha muajt, jo për një nga 12, ndoshta këtu është ajo e opozitës. Por ndoshta edhe që si sukseset të tij ishin dhe problemet brenda opozitës. Realisht edhe kjo qëndron për shkak se ne kemi po zonjën Hikmete Bajrami që thot më mirë me lista sërbska se me lëvizjen vetëvendosje. Njëra nga arsyet, ndërsa nga tjetrat kemi por dhe kryetarin e Skënderajit, Samil Ushtokun, që në fjalë banale për ish deputetën tani nuk e di se do të jetë deputete apo jo, edhe për pjesë tjera, edhe kjo mendoj që ka kontribu shumë fort tek qytetari, sepse shqiptari ka pikë dopt, e ka pikë dopt realisht respektin ndaj gjinisë femërore, pasi që gjinia femërore të popullit shqiptar mendoj që konsiderohet një krenari dhe jo një banalitet se ka edhe mund ta themi viktimizimi, se opozita kundër, drejtësia kundër, një pjesë e bizneseve, pra ndërkombëtarët po. Unë mendoj që ndërkombëtarët jo, sepse Donald Trump e bëri atë që është dashur ta bëjnë presidentet e kaluar të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe e bëri në këtë kohë, në qeverisjen Kurti, që e futi Kosovën në mbrojtje ligjore nga Amerika. Dhe më nuk do të ketë as ndarje, po nuk do të ketë as sulme të drejt për drejta nga një ushtri të cilat kanë menduar në të kaluarën ta fusin në tundrën e sajna. Tani më Kosova është e siguruar nga vetë Amerika. Dhe po ashtu çdo ditë kemi forcime duke bler armatime të ndryshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe marrëdhëniet, çështjet sigurisë, unë mendoj që luajnë një rol kyç marrëdhëniet e dy shteteve. Ky mandat, si mendoni që do vazhdoj me 3 vitet e mbetura të Trumpit? Do kërkohet me ngul nga BE-ja, por edhe nga SBA-ja çështja e asociacionit, dialogu me Serbinë. Bashkia e Komunave Serbe edhe mund të krijohet, por nuk besoj që do të krijohet, siç ju kam thënë edhe më herët, kemi pas edhe me opinionistë të tjerë dhe analistat e tjerë që do të krijohet, nuk ka mundësi të mos krijohet, do të bëjnë trysni të krijohet dhe prap Kurti nuk e krijoi dhe nuk lëshoi pe. Dhe mendoj që edhe po të krijohet, do të krijohet në një stand tjetër politik, jo me atë që deri me tani kemi pas. Është bërë një dobësim në marrëveshjen e Ohurit, po ajo marrëveshje tani është inekzistente, për shkak se nuk është bërë asgjë nga qeveria e Serbisë për të miratuar atë marrëveshje. Dhe kështu që tani më besoj që do të kemi një Dayton të ri në Amerikë, dhe aty do t'i thohet troq edhe Vučićit edhe shtetit Serbisë që Kosova është në mbrojtjen amerikane. Pra, ju mendoni që Trumpi do të rrasë edhe Kurtin edhe Vučićin në Washington? Unë mendoj që po, dhe do t'ja bën me dije që nga aty ta pranoj Vučići Shtetin e Republikës të Kosovës, dhe të kemi një marrëveshje të cilën marrëveshje për njohje të reciproke
edhe të Serbisë, edhe të Kosovës anasjelltas, edhe po ashtu të bashkëpunojnë për ata të cilët që është më rëndësi që kanë kryer krime në Republikën e Kosovës, dhe të ndjeken penalisht, të gjykohen sepse realisht në Kosovë është bërë gjenocid me krimet të cilët ka bërë shtria dhe policia serbe. Po në rast që ndonjë krim ka bërë ndonjë pjesëtar në ushtrisë shëndetare të Kosovës ndaj popullatës serbe, mund të gjykohet, por deri me tani personalisht sa di unë si njësi çështje të sigurisë dhe si pjesë që kam qenë gjatë kohës luftës në Kosovë, unë mendoj që nuk është bërë krime ndaj popullatës civile dhe as ndaj atyre të cilët e ndorzuar. Krim nuk mund të aqyjnë për vrasjen për shembull të një ushtaroke apo polici serb kur ka armën në dorë dhe të drejton. Ajo nuk mund të quhet krim, ajo është vendmbrojtje. Por krimet të cilët ka bërë shteti i Serbisë me ushtrinë dhe policinë serbe është diçka krejt tjetër gjatë vitin 97, 98, 99. Dhe për këtë, unë mendoj që zotri Kurti dhe bisedon edhe me presidentin Trump dhe të bëhet me dije që këto krime duhet gjykohen dhe patjetër duhet cilën të akuzuarit para drejtësisë dhe me pastaj drejtësia në vlerëson se sa të i dënimi. Por prap ju them me sinqeritetin më të madh, mu vjen keq nga opozita për shkak se atë që kisha paralajmëruar një kohë në misionin e juaj, ajo ndodhi, në 13% që të cilën i thash për LDK ka qenë, është realisht tani më e kemi publik, dhe po ashtu 19-21% për PDK-n, edhe ajo është arritur. PDK-ja nuk ka humbur gjë, realisht, por LDK-ja ka humbur shumë, ka humbur atë të cilën zotri Kurti ja ka zgjatur dorën e pajtimit, ja ka zgjatur dorën e mundësisë që kjo parti mos degradon deri në këtë mos, sepse ka respektuar ish presidentin Rugova. Dhe këtë e ka keqpërdorur Lumir Abdigjiku, kryetari i saj dhe kryesia të cilën e përbën Lidhjen Demokratike të Kosovës, e që mendoj sot dhe duhej zotri Abdigjiku dhe ajo kryesi komplet të cilën është me përbërje me të shkojnë në shtëpi dhe të po ashtu në rast që kanë fituar për deputet, të japin ndërheqje dhe të mos mirën me LDK për shkak se e kanë degraduar jashtë mose edhe e kanë degraduar edhe qytetarin për shkak se zotri Kurti ja u ka jap mundësinë 2 herë që kjo parti mos shkoj deri në këta numër. Por në ana tjetër Limajt i kushtoi jo vetëm koalicioni me Haradinaj, po edhe ato luhatjet dhe gatishmëria për koalicion me Kurtin. Unë mendoj që ata të cilët ju kundërvyjnë Kurtit, si zotri Abdigjiku, zotri Limaj, zotri Haradinaj, ata... Po, Limaj u prish me Haradinaj për shkak se donte të bënte koalicion me Kurtin. Po, unë mendoj që interesi tina ka qenë madhor, dhe një interes madhor Kurti nuk ka interesa për shkak se në kuptohen me 3 deputet ta mersh kryetarin e kuvendit, është jashtë logjikshme. Të kemi një marrëveshje, po të kish një marrëveshje me zotri Kurtin, edhe zotri Limaj në zgjedhjet e ardhshme do të kishte ngritje, unë besoj që do të kishte ngritje paralelen e zotrit Haradinaj nga Alianca për Armërinë e Kosovës. Haradinaj arriti të futet në mos gaboj. Do të shikojmë, do të bëjmë testin prap, për shkak se... Ka i boli përgati 9 deputet, LDK-ja 13, Haradinaj 9. Nuk e shoh për 9, për shkak se votat mërgjimtarve me post, votat mërgjimtarve në përfaqësitë tona konsullore dhe diplomatike të Republikës Kosovës, votat me kosh që janë rreth 9.000, e ndryshojnë komplet këtë përqindje dhe kuptohet votat nga diaspora
votat me post dhe votat në përfaqësi diplomatike dhe konsullore të Republikës Kosovës janë dikun 10% besoj shumë fort, besoj që janë për koalicionin vetëvendosjes me numër 1-6, koalicione për bëjnë vetëvendosje, lista Guxha, Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristjane. Dhe në këtë rast, unë mendoj ma shumë ka fituar lista Guxha dhe Alternativa, po ashtu atë për SDK-ja, se sa LDK-ja Aleanca. Këta duhet të merrni parasysh për shkak se këta janë koalicion e fitores, ndërsa ata janë koalicion e humbjes. Dhe mendoj që këto çështje duhet të shikon mirë opozita dhe të mendoj që si të veprojnë në kohën e ardhshme. Kjo dihet, Lau Konjuca, ish kryetari i Parlamentit të Kosovës, pa thënie do t'i bëjmë tokë të zezë dhe ajo ndodhe realisht me LDK-n sidomos, i kanë bërë tokë të zezë sepse vetëvendosja 2 herë ja ka mundësinë, do në realisht po ta shikojmë 3 herë, por LDK-ja nuk ka ditur ta shfrytëzoj këtë mundësi dhe sot kemi këtë përqindje, mund me shku edhe ma poshtë, se manal nuk mund me shku ma poshtë me përqindje, duke marrë parasysh që momentin që merr vota vetëvendosja në përqindje tjetër, në zbret LDK-ja dhe Aleanca. Edhe diçka të fundit kam tek për ta mbyllur me Veriun. Çfarë mendoni që do bëj Kurti këto 4 vite atje? Se besoj do vazhdoj për të përdoret edhe për retorikë, edhe për... Nuk e di se si, vetëm po më duket se po mi lexon mendimet dhe po më bën pyetje. Ne kemi folur shpesh. Dhe kështu që unë mendoj që me zotri Kurti, zbashku me mu, me ty, me gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, edhe me Nenad Rashidin me të gjithë, duhet të bashkëpunoj dhe duhet të faktoj provat materiale dhe faktike para Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, që lista sërbska të shpallat organizat terroriste për shkak se ka marrë pjesë në sulmin e Banjskës dhe në organizimet e tjera terroriste në Republikën e Kosovës. Dhe kjo do të ishte qëllimi im personal kryesor, që lista sërbska të shpallat organizat terroriste politike, për shkak se është e tillë. Dhe kryeministri Kurti bashkërisht edhe me opozitën, zbashku, të gjithë zbashku, edhe me partinë e Nenad Rashidit, edhe me partitë e tjera, mendoj që do duhej të votojnë në Parlamentin e Republikës Kosovës dhe të shpallat organizat terroriste lista sërbska dhe të ndjeken të gjithë ata që janë pjesë përbërëse kësaj partije, si Slavko Simiqi, pjesë përbërëse e sulmit terrorist në Banjs, duhet të ndjeket penalisht dhe realisht ata të cilët janë kundër Shtetit të Republikës Kosovës, ata të cilët bëjnë sulmet në terroristë në Republikën e Kosovës, duhet gjykohen dhe duhet përballen me drejtësinë. Kosova duhet jetë e pastër nga terrorizmi, pa marrë parasysh se çfarë terrorizmi. Qytetari duhet jetë i barabartë, çdo qytetar i Republikës Kosovës, para policisë, para gjyqësisë, dhe anasjelltas policia e Republikës Kosovës dhe gjyqësia dhe kryeministri dhe ministrat, kush do të qoftë, duhet të respektojnë shumë komunitetin serb dhe jo shumicë realisht, dhe të punojnë me ta, të bashkëpunojnë, të ndijnë veten si qytetar të Republikës Kosovës. Një gjë të tillë e ka bërë Zavend Zbërtori Veton Elshoni dhe kështu që do duhet veprohet nga çdo pjesëtar i qeverisë, qoftë edhe i policisë, edhe forcave të sigurisë të Kosovës apo kudo tjetër, se bashkëpunimi, lehtësimi i qytetarëve të nacionalitetit serb në Republikën e Kosovës, qytetarët e Republikës Kosovës,
duhet të bashkëpunojnë për të mirën e fëmijëve të tyre dhe për të mirën e çdo njeri nga ne. Pse ne të kem konflikte, pse ne të bashkëpunojmë me organizata terroriste duke dëmtuar vetveten. Ne duhet të bashkëpunojmë për të mirën e fëmijëve tonë dhe të jem të hapur së bashku të arrijmë qëllimet tona në një shtet të përbashkët dhe duke u bashkëpunuar, duke organizuar gjëra të mira për fëmijët, për të gjithë ne, atë ne mund të shkojmë më shpejt në Bashkimin Evropian dhe Kosova të jetë e barabartë për të gjithë. Duke uruar më të mirën për Kosovën, unë të falenderoj shumë për këtë bisedë. Ju falenderoj nga ju për mundësinë dhe koordinimin. Njëkohësisht me lejoni që uroj gjithë shqiptarëve kudo të janë festat e fundvitit dhe shpresoj të kenë shëndet, harmoni dhe begati në familjet e tyre. Një ashtu edhe për ju. Amin, falenderoj shumë. Falenderoj.